Intoleranca ndaj laktozës është një reagim në sistemin tretës ndaj laktozës, së sheqerit në qumësht. Shumë njerëz kanë vështirësi në tretjen e laktozës, por jo të gjithë përjetojnë simptoma të dukshme prej saj. Doktoresha pediatre gastroenterologe në emisionin Med Plus, Urata Efendia Beqa, ka treguar se sa e shpesht është kjo problematik. Ka të bëjë me moshën, ka të bëjë edhe me racën. Te raca e bardhë është mjaft e shprehun. Intoleranca në laktozë, do me thonë është mos tolerimi ose pamundësia e tretjes së sheqerit të qumshtit, për shkak të mungesës e enzimit laktoza. E tash qysh ndodh në kushte natyrale kur prodhohet laktoza? Laktoza prodhohet në enterocite, në qelizat e zorrëve. Edhe çdo i posalindun duhet me pas një, do me thonë të prematurt, kemi mi pas këtë problem, se enterocitet janë hala jo mature, nuk janë të pjekuna, logjikisht. Edhe kemi mu ballafaqu me këto probleme. Mirë, po të fëmijët të cilët janë të lindur në kohë, te ata mundësia për intolerancë është, do me thonë, kushtimisht është ma e vogël. Çka ndodh? Nëse nuk prodhohet ky enzim, automatikisht kemi probleme me tretje. Për të kuptuar saktësinë e prezencës së këtij problemi në organizëm, doktoresha pohoi se kjo mund të kuptohet përmes testeve. Është testi gjenetik i cili aplikohet me serologji për intolerancë në laktozë, ku testi gjenetik jemi të përfshirë pothuajse shumica e popullatës. Testi gjenetik ka me rezultu pozitiv thujase për të gjithë, për një shumicë të madhe, deri 90%. Edhe tash çka ndodh? A duhet këto fëmijë me njëherë mi largu prej gjithanjes, apo mi largu mi qit në formula të veçanta të cilat janë free laktozë, të lira prej laktozës? Nuk menoj që është zgjidhje e duhur. Gjithmonë në këtë drejtim është përgjegjës klinicisti i cili ka me vlerësu fëmin çfarë jashtëqitje ka, sa ka gazna, sa ka flatulencë, sa ka vjellje, sa ka shtun pesh. Do me thonë, ka shumë parametra të cilët vlerësohen, edhe tek atëhere vendoset a më ndru qumshti edhe në çfarë lloj të qumshti duhet me përdor fëmia. Gastroenterologja Efendia Beqa gjithashtu tha se duke u rritur, fëmia natyralisht laktoza fillon të dobësohet. Natyralisht laktoza si enzim dobësohet me kalimin e moshës. Kur fillot fëmia mu rrit edhe kalon në ushqim solid, enterocitet automatikisht prodhojnë se nuk është më qumshti ushqimi kryesor. Vjelljet e vazhdueshme, skuqja në regionin anal, humbja në peshë janë vetëm disa nga simptomat që prindrit mund t'i vërejnë të fëmijët, shtoi ajo. Simptomet janë vjellja, mos tolerimi i ushqimit, flatulenca, jashtëqitje të shpeshta ujore, skuqja në regionin anal, diskomforti, humbja në peshë, mos shtimin peshë, që to janë elementet kryesore me të cilat ballafaqohemi, simptomatologji që e shohim për ditë. E mandej në botë punohet testi me frymarrje, ionet e hidrogenit, ashtu quajtur H2 breathing test. Mirë, po te na në moshat e vogla duhet me ditë që fëmia nuk mundet me bashkëpunu deri në vjet. Po për çat arsye edhe testi gjenetik që na e punojmë, rëndësinë e ka vetëm nëse shoqërohet me këto elemente tjera që i përmenda. Me pjesën klinike. Nëse nuk shoqërohet me këto, atëherë si i tillë nuk paraqet në rëndësi të veçantë dhe nuk duhet mu marrë me ato dhe me ndru fëmin me qit në qumshtet të natyrave tjera të cilat privohet prej sheqerit qumshtit. E nëse këto simptoma janë prezente, pastaj duhet të konsultohet klinikisti, i cili vendos për periudha kohore të caktuara. Nëse simptomet janë ekzistente, unë e thash ka me vendos klinicisti, edhe ka me vendos fillimisht për periudhat kohore të caktume, 1 muaj konkretisht, 30 ditë, edhe me përcjell zhvillimin e fëmisë. Nëse shpesh herë këto shoqërohen edhe me alergji në proteinat qumshtit, edhe këtu ish dasht më bo dallimi. Alergjia është proces imunologjik, nuk ka të bëjë me krijimin e antitrupave. Intoleranca është proces i mungesës enzimit, e cila mjafton vetëm me suplement mu korrigju. Kështu që janë 2 procese shumë të ndryshme, edhe trajtimi natyrisht që është krejt tjetër.
Intoleranca ndaj laktozës është një problem që gjithmonë merr epilog të zgjidhjes kur trajtohet nga profesionistët në të gjitha fazat dhe se simptomat e intolerancës ndaj laktozës mund të shmangën lehtësisht me suplimentet e laktazës dhe produktet e qumështit pa laktozë.